Generali një herë komandant të vërtet me numër 50 Zotin Daud Haradinaj. Duhet me e përmen edhe rrugën për kryqit Klinës dhe në Gjakov. Rrugën ishte në 2018, shpenzume rrët 200 milion euro, shku me dom, dhe sot disa automjete ka vishim rrugët, i shishe në rrugë shkatrume. E tash me qenë që jam në Ratkocin e famshëm fitoreve historike të Smajl Latifi që ja këni dhonë 4 mandate. Nuk kem qare pa e përmend edhe për ata që nuk e njohin Ratkocin. Po flasë për njerë që nuk janë në kësaj zone. Ratkocin në kohën e luftës ka pas ma shumë se 300 ushtarë të ushtërisë lindare të Kosovës. Ratkoci ka 10 invalid luftës, plagosur. Ratkoci ka 6 dëshmorë. Ratkoci ka qindra përmerë, bujq, vreshtar që e lëshun kazmën e kapën pushkën, kur e në momenti ma historik i luftës për liri. Për mu pëse o ma i veçanë Ratkoci është se në kohën kër jemi sulmu në familje. Nuk kemi pas konak tjetër në Kosovë për pas Ratkocit. Pra ka qenë streja e familjes teme në ditë ma kritike të luftës tonë. E mirë njohje për jetën se cëllët që ka vonë kontribut dhe kryetari thëjke pare, a e dini ju nëj projekt në Raveç. Unë për ja bëj juve një pytja, a dini nëj projekt në Kosovë. A keni ndëgju nëj projekt kapital që del dikush sot i qeveris edhe i thot poplit, ne për 6 vjetë me 25 miliard e kem bo këta. Jo s'kanë bo sen, vinë folin 74 minuta në Gjakovë, shetë pëllavra, qytetarin e Gjakovë se kalo me 24 cent për kokë banori. E ju që jeni shumica këtu të bujqësis, vreshtaris, besa dhe plektoris, i kumojnë shënim bes një detalj, shpresoj që jenë kananin edhe publikisht se pishat dhe media, 360 milion euro bugjetit Republikës Kosovës për 4 vjetë, ja u ka dhonë NGO-ve, shoqatave jo qeveritare në Kosovë. 360 milion euro. Vura jo e dini sa janë 360 milion euro. A e dini naj punë që e kanë bo so shoqata? A keni një naj projekt? A keni një naj kund që i kanë investu? A keni një naj sen që ka bo vakin Republikën e Kosovës pe këtyne parëve që ja merë juve? E për me nru këtë kurs. Mos me alun dur të lira me manipulu nemen komtarizme se të Shqiponjes, ushtar vakti në datën 7 qershor një marrë besimin. Në çdo zemër ka një zë që kërkon ma shumë për ne. Në çdo fshat, në çdo qytet, kjo ëndër po merr dhe nuk mjafton me prit. Duhet pun, duhet guxim, ne jemi fryma e ndryshimit për çdo ëndër, për çdo njeri. Beson atëherë ti qohu, hajde të shkojmë analt. Guxo me mendu ndryshe, me pa ma larg. Voto Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës 128. Voto Daud Haradinaj 50.